Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi protestën që u zhvillua në Tiranë në sheshin Skënderbej me kërkesën për lirimin e Hashim Thaçit dhe të tjerëve që gjenden në gjykatën speciale në Hag. Por çfarë do të prodhojë kjo protestë dhe lëvizje të tjera sa i përket kësaj çështje dhe vetë procesin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve? Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar profesorin e shkencave politike nga Kosova, zotin Nexhmedin Spahiu. Zoti Spahiu, përshëndetje. Shëndetje. Zoti Spahiu, në optikën tuaj, si e keni parë protestën që u zhvillua në sheshin Skënderbej në kërkesën për lirimin e Hashim Thaçit dhe të tjerëve, dhe sa e ndihmon kjo protestë apo lëvizje të tjera vetë këtë proces? Kjo protestë shkon në dëm të akuzuarve në Hag. Nuk mund të përkrahësh një të akuzuar me protesta. Një të akuzuar mund të përkrahësh me dëshmi, me alibi, me avokat të fort, por jo me duke kundërshtuar gjykatën, të cilën e ka vendosur parlamenti i një shteti të pavarur dhe sovran. Kështu, këtë punë, në mbrojtjen më të mirë, po a bën Albin Kurti, i cili në qeveria të cilit deri më tani ka paguar mbi 30 milion euro për avokatët më të mirë në botë, për mbrojtjen e të akuzuarve në Hag. Ndërsa qeveria e Edi Ramës nuk e ka dhënë edhe një cent të vetëm. Nuk ka ndihmuar, po që se Edi Ramës do të dëshironte ta mbronte shokun e vet, Hashim Thaçin, ai mund të thoshte fare thjesht ja, qeveria ime do të paguaj gjysmën e shumës, paktën të kostës së mbrojtjes së Hashim Thaçit në Hag. Por ai këtë nuk e ka bërë. Protesta bëhet për qëllime të thjeshta politike dhe është bërë në fakt për të rënuar pushtetin e Albin Kurtit. Dhe kjo është ajo interesi i Edi Ramës. Në Kosovë tani janë zgjedhjet për balotazh. Në Maqedoni ditën e sotme bëhen zgjedhjet lokale, po ashtu dhe njëri prej natyrisht oponentëve politik i cili garon në këto zgjedhje në Maqedoni është Ali Ahmeti dhe partia e tij, dhe kjo është një përpjekje për të mobilizuar të gjithë ata që kanë çfarëdo nostalgjie për luftën shqiptare, për UÇK-n e tjerë, për në këto zgjedhje të cilat o për të rënuar Albin Kurtin në Kosovë, o për të rënuar ndikimin e Albin Kurtit në Maqedoni. Sepse dihet në pjesën opozitën e Ali Ahmetit në Maqedoni e ndikon Albin Kurti, ndërsa Ali Ahmeti është i ndikuar nga Edi Rama. Kjo thjesht është një betejë politike në mes të Edi Ramës dhe Albin Kurtit. Në këtë rast, si e shikoni këtë përplasje mes vet Albin Kurtit dhe Edi Ramës? A është Edi Rama në këtë rast pra ai promotori që kërkon të japë? Para se të përgjigjem në këtë pyetje, më lejo vetëm të tregoj përse kjo protestë e rëndon situatën të akuzuar, nuk u aleton, nuk i mbron, por përkundrazi u bën më të rëndë. Që narrativen që kanë ngritur avokatët më të mirë në botë, madje edhe dëshmitarët e mbrojtjes, siç është James Rubin dhe të tjerë, është se të akuzuarit në Hag nuk e kanë kontrolluar luftën e Kosovës, nuk kanë qenë komandant të vërtet, kanë qenë komandant të rem, më tepër kanë qenë zëdhënca të kësaj organizate se sa komandant. Dhe prandaj duke qenë të tillë, ata nuk mbajnë përgjegjësinë për krimet që janë bërë dhe për përgjegjësinë e tyre komanduese, për shkakun që nuk kanë pasur vërtet kontroll të terrenit. Sepse tani nuk mund të thuash edhe të marrësh merita për luftën shqiptare, edhe të mos marrësh përgjegjësinë për vrasjen e patriotëve më të mirë të vendit, për vrasjen e civilëve të pafajshëm që kanë ndodhur në territoret ku ata kanë kontrolluar dhe
avokatët po përpiqen, do thonë që t'u largojnë përgjegjësinë për këto krime të kryera, duke ngritur këtë narrativ. Në ndërkohë që protesta dhe protestat e ngjashme shkojnë në drejtim të kundërt. Ato i lartësojnë si komandant, si qirimtar, etj, që do të thonë u angarkojnë përgjegjësinë të cilën avokatët përpiqen të dëshmojnë se nuk e kanë. Kurse se përket pyetjes së dytë, të cilën deshet ma bësh për atë se çfarë prodhon përplasja Rama Kurti, thjesht kjo është një përplasje për cilën përgjegjësi kanë të dy palët, por përgjegjësia iniciale i takon fillestarit, i takon Albin Kurtit, sepse ishte ai i cili e gritsi Edi Ramën i pare. Është ai i cili shkoi në Tiranë për të votuar atje si oponent i Edi Ramës. Kështu që në këtë aspekt fajin për prishjen e relacioneve në mes tyre është Albin Kurti. Atij takon, domethënë, faji fillestar. Mirë po për dallim prej Edi Ramës, Albin Kurti asnjëherë nuk ka bërë ndonjë veprim që ka dëmtuar interesat e Shqipërisë. Nuk ka as ndonjë deklaratë, as ndonjë veprim konkret me të cilin ai ka dëmtuar. Thjesht pjesëmarrja në zgjedhje si shtetas i Shqipërisë nuk është dëmtim i interesave të Shqipërisë. Thjesht është një sjellje e pahishme e tij, karshi Edi Ramës, edhe karshi Kosovës për faktin që është kryeministri i Kosovës, por nuk është një diçka që ka dëmtuar interesat e Shqipërisë. Thjesht një vot më shumë ose më pak. Në ndërkohë që veprimet e Edi Ramës kundër Albin Kurtit në masën më të madhe janë edhe kundër Kosovës, nuk janë vetëm kundër Albin Kurtit. Përshiktu edhe këtë protestë, e cila duket sikur është përkrahje ndaj Hashim Thaqit, por në fakt është edhe kundër Hashim Thaqit. Edhe pse në rënd të parë bëhet kundër Albin Kurtit. Veprimet të cilat thjesht e kanë dëmtuar Kosovën është nga më të rëndat, është propozimi për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Propozimi që ka bërë Edi Rama është shumë më si të them, ja ngrit pazarin Kosovës, domethënë e bën më të favorshëm për Serbinë, se sa propozimi që ka bërë muaj më pas Bashkimi Evropian. Domethënë, Bashkimi Evropian si ndërmjetës o tregua shumë më miqësor ndaj Kosovës, në ndërkohë që Edi Rama është treguar shumë më miqësor ndaj Serbisë. Ky është dallimi. Dhe tash ti kur në një pazar ti e pret pazarin, më thonë në favor të njerëz palë, edhe kur pala meritore e pret një pazar më të ulët për Kosovën, më të favorshëm për Kosovën, më të disfavorshëm për Serbinë, atëherë shihet tash i qartë që ti ke mbajtur krahun Serbisë dhe jo Kosovës. Por mos folur për atë që qeveria e tij, Edi Ramës, ka qenë e para e cila i ka vënë sanksione Kosovës. Më pas vërtet që Kosova ka marrë sanksione edhe nga të buta nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pak më të egra nga Bashkimi Evropian, por qeveria e parë që ka ngrej sanksione ka qenë qeveria e Edi Ramës. Kështu që këto ngritje në mes të dy kryeministrave kanë prodhuar edhe këtë gjendje. Zoti Spahiu, si e shikoni pjesën e përdorimit të kartës së nacionalizmit nga ana e kryeministrit Edi Rama? A kërkon ai të tregoj faktorin ndërkombëtar se është ai përfaqësuesi i botës shqiptare në rajonin e Ballkanit? Po, ky është një prej domethënë qëllimeve. Një, ai dëshiron të tregoj domethënë botës, perëndimit, se është ai që i kontrollon masat, që kontrollon Kosovën,
që kontrollon pjesën shqiptare të Maqedonisë, edhe që mund ta turbullojë situatën, është një lloj kërcënimi që ai bën aleatëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që mos më ngacmoni, sepse po më ngacmuat mua këtu në pushtetin tim në Tiranë, unë ua turbulloj ujrat në Kosovë dhe në Maqedoni. Kjo është domethënë ajo mesazhet i cili përçohet përmes kësaj proteste. Dhe kur kryeministri i Shqipërisë kërcënon ose shantazhon miqtë e Shqipërisë, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Britania e Madhe, Turqia, Zvicra, Norvegjia, të cilat të gjitha këto financojnë gjykatën në Hag, gjykatën speciale në Hag, janë financues të gjykatës, dhe ky hedhet në sulm kundër kësaj gjykate, kundër një institucioni që që e përkrahin, që e ka miratuar Parlamenti i Kosovës dhe që e financojnë të gjithë miqtë e Kosovës dhe miqtë e Shqipërisë. Kjo bën që ai po kërcënon miqtë e Shqipërisë, po kërcënon Kosovën, po kërcënon edhe miqtë e Kosovës dhe miqtë e vetë Shqipërisë. Ky është mesazhi. Arsyeja pse e bën, tani ai mund t'i di, domethënë se çfarë kërcënimesh dhe me çfarë rreziqesh përballet për pushtetin e tij. Unë nuk i di, nuk e di se kush është duke rrezikuar, duke marrë parasysh se ka korrur një fitore bindse në zgjedhjet e kombëtare të Shqipërisë që ishin para ca kohe. Po, 11 maj. Por ai mund të di edhe thjesht kjo është ose është një paranoje e tij, ose është një rrezik real që kërcënohet dhe ai tash kërcënon këto në qeveritë e vendeve mike se mund t'ua turbulloj situatën, mos më ngacmoni se unë mund t'ua turbulloj situatën e Kosovës dhe në Maqedoni. Përveç protestës ka dhe lëvizje tjera si ajo që është nisur nga Prekazi, një karvan motoristësh për shkuar drejt Hagës dhe për të protestuar atje. Ju si mendoni sa efekt kanë këto lëvizje të tilla dhe a është ky një presion që i bëhet gjykatës speciale në këtë rast? Jo, kjo është në vetëm një betejë për protagonizëm të atyre të cilët shfrytëzojnë emocionet e njerëzve dhe përpiqen të dalin në skenë përmes veprimeve të ndryshme, por që nuk ua ndihmojnë as pak të akuzuarën në Hag, nuk mund të bëhet presion mbi një gjykatë e cila është plotësisht tashmë autonome edhe e cila përkrahet nga shtetet më të fuqishme të botës. Nuk mund ta kërcënosh thjesht me Amerikën, Bashkimin Evropian e tjerë me ca motorist. Madje as me ushtrinë e Shqipërisë, me ushtrinë e Kosovës. E lërë më me ca motorist ose me ca protesta, të cilat thjesht shprehin, po mendoj që është vërteta e drejtë është për protestuar, por problemi është se sa është kredo morale e këtyre protestave në vendet të cilat drejtësinë e kanë në fund të pusit. Besoj që e dini se ku është niveli i drejtësisë në Shqipëri, ku gjykatësi vritet në dhomën e gjykimit, dhe në Kosovë është akoma më keq se në Shqipëri, dhe tash Kosova e Shqipëria, që e kanë gjyqësinë dhe prokurorinë në fund të pusit, që i kanë aq të këqija dhe të pa avancuara, madje krahasuar edhe me aspektet e tjera të jetës shoqërore në Kosovë, në Shqipëri, e lere më krahasuar me Evropën, me Perëndimin, bën protestë kundër një gjykate në të cilën bëjnë pjesë gjykatësit më të mirë në botë, prokurorët më të mirë në botë,
avokatat më të mirë në botë, ku rrogat e tyre janë marramendse, ku financimi për një gjykatë ka vajtur në 300 e kusur milion euro, ku 30 milion euro i është vetëm pagesa e avokatëve më të mirë në botë. Imagjino, ku aty ta zëm 10 avokata apo më pak marrin 30 milion euro, që i bie në mesatarën një avokat të marrë 3 milion euro ose 1 milion euro në vit. Është shumë marramendse. Nuk është pak 1 milion euro që të marrë një avokat. Tash pale rrogat e gjykatësve, të prokurorëve e tjera. Janë të përzgjedhurit më të mirë në botë, dhe në kundër këtyre gjithë kësaj strukture ngriten shoqëritë të cilat kanë prodhuar një sistem drejtësie që është katastrofë, që është për të qajtur ditën e natën. E drejt, por nga ana tjetër nuk është duke bërë pa drejtësi gjykata speciale, duke qenë se janë kapur po themi edhe në befasi disa prej dëshmive ku është pra në një farë mënyrë kanë lënë pranohet se kanë paraqitur propagandën serbe apo fabrikimet e prodhuara nga qeveria serbe sa i përket rastit të dëshmive, se kemi rastin e fundit të Fred Abrahams, i cili pranoi se në raportin që kishte kryer për Human Rights Watch ishte bazuar në reagimin e qeverisë serbe, por nuk e kishin lejuar që të shkonte në terren për ta verifikuar një rast të caktuar. Shiko, ne nuk mund të paragjykojmë cili mund të jetë verdikti i gjykatës speciale. Ajo mund të nxjerrë të pafajshëm, po mendoj të gjithë këta të akuzuarit. Mund të pjesërisht të nxjerrë të pafajshëm, disa të nxjerrë të pafajshëm, disa të fajshëm. Tani këtë nuk e dim për çfarë janë avokatët aty, për të mbrojtur, për të nxjerrë, për të dalluar shopin nga sheqeri, për të parë cilat e natyrshme që prokuroria do të shfrytëzojë çdo lloj akuze për të mbrojtur tezën e vet, në ndërkohë që është detyra avokatëve për t'i hedhur poshtë pretendimet e prokurorisë dhe është detyrë e gjykatës që të vendosë mbi bazën e provave dhe argumenteve. Kështu që ne zakonisht manipulojmë me disa gjëra që na duken qesharake, por pjesën më të madhe aty ka vend për të diskutuar. Faktet aty janë pjesët patriotët më të mëdhenj shqiptarë që janë vrarë. Në territoret e kontrolluara nga UÇK-ja. Ka civil të tjerë të cilët të pafajshëm që janë vrarë. Dhe tani a janë këta të akuzuarit përgjegjësit për to, apo nuk janë përgjegjës, është dikush tjetër që nuk është zbuluar, që këtë do ta dëshmojë gjykata, por nuk është se krimet nuk kanë ndodhur. Krimet kanë ndodhur. Dhe prandaj edhe po bëhet ky gjykat. Në anën tjetër, ne kemi për shembull libra të shkruar, artikuj të shkruar, mburavecje, edhe të akuzuarve në Hag, të cilët atje në gjykatën e Hag i kanë mohuar, kanë thënë po, kemi dashur të bëjmë propagandë. Por e vërteta nuk ka qenë kështu. Dhe kjo është e mirë për historinë, sepse nesër pas nesër, sikur mos demantohej kjo sikur mos mohohej në gjykatën e Hagës, do të mund të thuhej se kështu ka qenë e vërteta. Po tani e dim thjesht që është bërë propagandë. Nuk është se ashtu ka qenë e vërteta. Edhe është gjatë gjithë pas luftës është ngritur narrativa që meritori për çlimin e Kosovës, komandanti, gjithë komandantëve e tjerë ka qenë Hashim Thaçi, tani po del në gjykatë që nuk ka qenë ashtu e vërteta, po e mohon të James Rubin, po mohon
po mohojnë dëshmitarët e tjerë, avokatët e tjerë, të cilët po thonë që jo, ai ka qenë vetëm një lloj zëdhënësi i UÇK-s. Dhe thjesht gjykata ka për detyrë që ta nxjerrë në pa të vërtetën, ta nxjerrë atë në shesh dhe të përcaktojë natyrisht nivelin e fajësisë apo të pafajësisë së cilit nga ata që janë të akuzuar. Zoti Spahiu, çfarë po ndodh me sigurinë në veri të Kosovës, teksa dhe në mëngjesin e sotëm është kryer një operacion atje sa i përket bastisjes në disa lokacione për vepra të ndryshme penale? Tani, veriu i Kosovës është nën kontrollin e institucioneve të Kosovës dhe këto janë sigurisht kontrolle rutinë të cilat do edhe në pjesë të ndryshme të Kosovës. Vite më parë, policia e Kosovës nuk ka qenë në gjendje të kryejë operacione të tilla, nuk ka pasur as nuk ka marrë guximin që të futet në veri në mënyrë të tillë, e lërë më të kryejë operacione. Tashmë ai kryen ashtu siç i kryen çdo pjesë të Kosovës. Së fundmi është arrestuar Fatmir Sheholli, akuzuar për spionazh dhe në këtë rast elementë të tillë sa rrezikojnë sigurinë e Kosovës, nisur edhe nga pretendimet e qeverisë së Kosovës mbi këtë person, por edhe në rastin e fundit të sulmit në Banjsk. Shikon, nëse këto pretendimet e Agjencisë së Inteligjencës së Prokurisë vërtetohen nga gjykata, kjo përbën një rrezikshmëri të lartë, duke pasur parasysh, kontaktet që ka pasur personi në fjalë me lider politik, me mediat në Kosovë e tjera. Tani, po mendoj të spionazh kundër vendit tënd, në rastin e Kosovës nuk ka edhe ndonjë se çfarë të spionazh. Domethënë të çosh informacion në Beograd, ta zëm se në këtë vend ndodhet kazerma, ushtrisë të ndodhet njësi speciale të ushtrisë, ose këtë armatim ka policia e Kosovës, ose ushtria e Kosovës, ose çfarë ta di unë, ndonjë të dhënë ku më di se çfarë. Nuk ka më sekrete të tilla, sepse tani me Google Maps, me përgjimet telefonike, me gjëra nuk ka nevojë domethënë që të shkosh spionosh se më korri filan fisteku, më shoqërohet si në kohën e sigurimit, sepse e ka numrin e telefonit dhe në çdo domethënë lëvizje tënde mund ta përcjell. Me Google Maps mund të shikoj madje edhe armatimet që ke, edhe vendet ku i ke. Kjo nuk përbën ndonjë, ajo çfarë përbën rrezik për vendin është kur ti përhap dezinformata në vendin tënd, kur ti orienton gabimisht klasën politike, kur ti e çon në drejtim të gabuar shoqërinë e tjera. Dhe për këtë edhe është i akuzuar Sheholli. Por dyshimi im, domethënë, është për shumë persona tjerë të cilët e bëjnë të punë, madje edhe në mënyrë shumë të vrashë se sa që ka për Sheholli. Janë që bëjnë çdo ditë propagandë në media, që japin dezorientime shoqërisë kosovare, edhe të cilat sipas mendimit tim janë direkt të orientuara nga Beogradi. Por institucionet e Kosovës po tregohen të paafta të kapin, po mendoj, ose të zënë në flagrancë, ose të hetojnë rastet të tilla, të cilat e bëjnë këtë gjë. Tani ato kanë kapur Shehollin, por nuk kanë kapur besoj 10 të tjerë të cilët e kanë bërë këtë punë edhe më vrazhd edhe se sa Sheholli. Që
Unë shpresoj që institucionet e Kosovës do të aftësohen dhe në të ardhmen do ta bëjnë të gjë që të gjithë ata të cilat minojnë shoqërinë kosovare të identifikohen dhe të largohen nga skena publike në mënyrë që të mos kenë impaktin e tyre negativ mbi shoqërinë. Zoti Spahiu, dhe një pyetje e fundit, është artikuluar shpesh Bashkimi i Kosovës me Shqipërinë dhe ka qenë edhe si premtim i lëvizjes vetëvendosje nga ana e Albin Kurtit, por duke parë mënyrën se si operon klasa politike shqiptare pra në rajonin e Ballkanit, qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, a mendoni se mund të ketë një bashkim të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit apo është thjesht tashmë një iluzion? Shiko, të nështrohet pyetja cili është interesi që të ndodhë. Sigurisht për Kosovën, kur ishte pjesë e Serbisë, ishte interes që të bashkohet me Shqipërinë. Jo të ishte nënshtruar në përkëmbur nga ana e Serbisë. Në momentin që Kosova ka krijuar shtetin e vet, kjo është një arritje më e madhe që dikush mund ta arrijë. Nuk krijohet kollaj shteti. Tani unë po të më garantohej se do të kisha 120 njohje, do të kisha 20-30 ambasada, fshatin tim do ta shpallja shtet. Do të thosha që nuk jam pjesë e Kosovës, ky është shteti i pavarur, sovran, do kisha aty 20-30 ambasada, po të kisha aty natën që të më mbronten nga ushtria e Kosovës, nga policia e Kosovës, do ta bëja këtë. Por kjo nuk bëhet. Sepse nuk është lehtë të mbash një shtet. Është një arritje e madhe kur ti krijon një shtet dhe merr 119 njohje nga ana e botës, ku krijon marrëdhënie diplomatike me shumësosh, ku ke ushtrinë më të fortë të botës që të mbron territorin tënd, dhe tani ti don ta shkatrosh atë. Don të thuash Amerikës hiq ambasadën nga këtu sepse ke ambasadën e Tiranës. Na duhet një këtu, edhe vendeve të tjera të botës. Të gjithë ata të cilët, domethënë, e thon këtë, në fakt bëjnë një veprim kundër interesave të Kosovës. Çfarë interesi që mund të realizohej me bashkimin e Kosovës me Shqipërinë mund të realizohet me marrëdhënie të mira mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nuk ka një interes që do të mund të realizohej duke qenë një shtet i vetëm, e që nuk mund të realizohet duke qenë dy shtete të pavara dhe sovrane. Por unë kam një porosi për këta ashtu quajturit nacionalistë, që në fakt nuk janë nacionalistë, në fakt janë tradhtor të interesave të vendit. Përse ata flasin për bashkimin me Kosovën, pse nuk flasin për shembull për Qamërinë? Aty tregohet patriotizmi, sepse ti nuk don të grricesh me Greqinë, nuk don që të prishësh marrëdhëniet me Greqinë, dhe nuk përmend Qamërinë, atje nuk bën gjë, ose nuk përmend Sanxhakun e Novi Pazarit, ose Luginën e Preshevës, sepse nuk don të grricesh me Serbinë, dhe përmend Kosovën, grricesh me shtetin e brisht të Kosovës të sapo krijuar. Prandaj kjo nuk është patriotizëm. Nuk është nëse don të tregosh patriotizëm, nëse don të tregosh të mbrosh interesat shqiptare, gjithandej merru me shqiptarët e Malit Zi, merru me shqiptarët që jetojnë në Luginë Preshevës, në Sanxhakun e Novi Pazarit, me Qamërinë. Merru me këto probleme. Atëherë mund të kuptoj që je një nacionalist. Dhe jo me atë që ti don ta shkatrosh shtetin e Kosovës të sapo krijuar, duke e thënë që jo, ky territor duhet ti takoj Shqipërisë. Lere se Kosova drejtohet nga shqiptarët, më nga tani shteti i Kosovës, domethënë është
nga 95% shqiptar drejtohet. Është një shtet shqiptar njësoj siç është Shqipëria. Dhe duke e përmendur parollën e bashkimit thjesht ti sulmon në fakt shtetin e Kosovës. Rezervoj këtë drejt për territoret të cilat kanë nevojë për kujdesin e shtetit tonë. Për shqiptarët gjithandej, të cilat nuk janë në shtetin e vet, që keq trajtohen, siç është rasti me shqiptarët të zonë në Luginën e Përshevës ose në Sanxhak e tjerë, përpiqu që atje ti ndihmosh, ty dërgosh para, siç ju dërgon për shembull qeveria Kurti, ka dhënë 2 milion euro për Luginën e Përshevës nga buxheti si vjetëm dhe 1 milion euro për Sanxhakun. Çfarë ka dhënë qeveria e Shqipërisë? A ka buxhetuar qeveria e Shqipërisë ta zëm për ndihmë Luginën e Përshevës ose Sanxhakun? Përjashtimisht që ka detyruar universitetet publike që të pranojnë një kuotë të studentëve nga këto treva nuk ka bërë asgjë gjë tjetër. Zoti Spaiu, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Çdo të mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.